Ndodhem në fshatin Lug Bunar i komunës së Gjakovës, e këto patëm fatin të takojmë një prej personazheve më të veçanta të këtij fshati, i cili përveç se dikur ishte fizikant, tashmë është një ndër pensionistët, i cili në këtë ambient të vogël ka përzgjedhur që pikërisht banorëve të kësaj ane t'ja ofrojë një hapësirë ku mund të kalojnë kohë, po të njëjtën kohë edhe të blejnë diçka, po mbi të gjitha të lexojnë qoftë për shqiptarët, qoftë për fizikën e çka ju tjetër. E me shumë kënaqësi, unë sot do ta takoj zotin Pashk, që ja ku edhe po shihet gjatë gjithë kohës është duke lexuar. O zoti Pashk, mirë se gjetëm. O, mirë se vini. Njeriu që lexon më shumë te në këtë anë. Mirë se ardhi. Mirë se gjetëm. Shumë kënaqësi. A mundem të lutem? Patjetër. Faleminderit. Urnoni. Hajde faleminderit shumë. E mirë se gjetëm. Mirë se erdhët, urnoni. Si t'jemi, zoti Pashk? Mirë. Me libër gjithmonë? Po, kohën e lirë, gjithmonë e shfrytëzoj, nuk la vakum. E shfrytëzoj, lexoj. Leximi është fiskulturë e trurit, e mendjes, e psiqikës. Psiqika e orienton fizikun. Vitet janë numra. Për juve. Nëse çdo person fizik i cili i thot vetvetes kur arrin atë moshën 70 vjet, për shkak që kam unë, ose mosha e pensionimit, smajtona me gjatë 5 vjet, sidomos profesorët e lëndëve deficitare, se që është fizika, se që është matematika, këto ma ka thonë edhe ish drejtoresha e Kumnova, babin e të cilit e kom pas profesor, kur shkoha do punë të bisedoj me ta, tha, profesor, tha, nuk në lejon ligji, se të aty të kisha vazhdu edhe 10 vite. Ende me vazhdu me qenë profesor, a? Me dhënë fizik. Sa të mungon kjo pjesë? Ta thëmë të vërtetën, natyrisht që e kom dasht se këto e në arsimit, e kom dasht shumë, është kënaqësi me punu me nëzans, gjitha grupë moshave. Fillimisht kom punu me nëzans për klasës e 6 deri në të 9, pastaj kom vazhdu edhe në nivellet tjera të arsimit, që thirët arsimi i mesëm i lartë. I lartë, po. Klasa 10, 11 dhe 12, pra kom punu. Kom nëzirë kuadra që tash janë profesorët fizikës që kanë qenë nëzans të mi. E kanë vazhdu në një farë forma? Por natyrisht, fizikën nuk e donë. Pse nuk e donë fizikën? Nuk e donë fizikën, nuk është fajt e nëzënst. është faj që nuk ka pas mësimdhënës adekuat në nivelin e arsimit të mesëm të ullët, që i bjen klasa 6, 7, 8 dhe 9, s'kan pas mësimdhënës adekuat. Në munges të fizikantit, fizikën e ka dhënë geografi, e ka dhënë historiani, e ka dhënë gjuhën shqipe, dhe nëse nëzënësi nuk e merë bazën nga klasa 6 për fizike, në 7, në vazhdimësi 8, në 9, harroje që mund të jetë nëzënësi mirë në klasë, që mund të mësën fizike në klasën e 10, 11, 12, në universitet hisë. Të gjithë thonë se fizika është e vështirë. Nuk është e vështirë fizika, nuk është e vështirë fizika. Apo vetëm për juve që e keni studiu, nuk është e vështirë. Fizika, po t'ja hekish librit fizikës, po t'ja hekish matematikën, i mbesen vetëm kopertinat e librit. Ajo është fizika dhe matematika shkojnë sikur se mishi edhe thoni që janë, dhe më thënë janë ndërlidhura shumë. Tash e kom vajzën ndër fizikantet më të mira në Kosovën gjeneratën e vetë. Sa mirë. Bën me mdi krenoan, bën me mdi mirë? Shumë. Bile shpesh herë, bëjnë shaka me të thëmë brikena, po më vjen i natë që ja ke kalu babit. Thot babit thot ti mburësh me ta kalu, se cili po i ishë në zansi. Gjithmonë në zansi du t'ja kalojmë si nënsi. Në fakt një pikrisht gjetëm duke lexu. Ani pse tashmë jeni pensionuar, leximi vazhdon. Edhe më tregove që në fakt brenda 2-3 dite je duke lexu gjatë gjithë kohës, a? Po lexoj edhe t'ju them të vërtetën, kryetari komunës këtu në Gjakovë, Ardian Gjini, se unë ju bëjnë këto kërkesat për 5 fshatrat, gjitha kërkesat ju bëjnë.
për segmente rrugore, për trotuar, për gjitha i bëjnë, për ato kanalizime, kanalet ujitjes, për rrymë tjera, a i befasohet me kërkesa që i bëjnë, befasohet. Dhe natyrisht që ajo sa ajo që nuk lexon i mungojnë shpërhit, me bën një kërkesë në mënyrën adekuate, se kërkesa... Sa mendon se lexohet prej trive sot? Shumë pak, fatkeqësisht shumë pak, Mendon se mbeten të mangët? Shumë pak, Të rit, me qenë se nuk lexojnë? Interneti ka bën veten, e shfrytëzojnë, fjala internet është fjale huaj që shqip përkthehet rrjetë ndërkombëtar. E ka bën veten me të vërtetë jashtë mase janë ka shfrytëzojnë internetin. Librin janë ka anashkalojnë. Shumë është ka anashkalohet libri, jashtëzakonisht shumë. Si shetash gjeneratat e reja në fakt? Po i kanë gjitha mundësit, por fatkeqësisht nuk e shfrytëzojnë as thoma si 20%, 30%, nuk e shfrytëzojnë. Unë takoj shumë ishë në zonës të minjit, për shembull, dhe natyrisht ata njohin mua më shumë, se ata pësojnë ndryshime. Pësojnë ndryshime në zonë si në raport me unë me ta. Ata rritën, zhvillohen e tjere, dhe po ata ndalen dhe më përshëndesin. Po çka studion? Jam maturante e gjuhës edhe letërsi shqipe. Edhe natyrisht unë futna edhe në letërsi pak. Gjitha nga pak, shto, a? Po, futna me në bashkë bisedim me ata në zonës ose ato në zonës. Jo, shasi, po. E vrin mangësin me njëherë, a? Duhet me lezu shumë. Sa libra e lexoni brenda javës? Po, përbes brenda javës më varësisht. Tash fillon sezona pak edhe punëve, se unë merrna pak edhe me kopsht mirëna. Tash mendoj me kultivu, do më thënë diku një gjysmë hektari, gjitha ato kulturat, kam dëshirë t'i bëj bio vetë, mi kam gjitha ato mundësit, e bëj shalqinin, bostonin që, po si të stasioni, e bëj bio krejt, dhe jo ato që është i shartum, sa e s'ka shijet bostonit. Po boston në mënyrë tradicionale që merret me fara miellet. Edhe është elit e bostonit. Edhe këto pak stopojnë është prej leximit, a? Po atëherë natyrisht që largona pak. Ose kur të fillon sezona e pjekjes, për shembull, dhe zimjes, domethënë pjekjes alkoolit, rakis, e pjekje për nevoja klientëve këtu. Edhe aty atër merrna me atë pjesë, atër pak largona për këj librit. Zgjohem herët, zgjohem në ora 6 në mëngjes, pavarësisht, edhe nëse bi në ora 11-12 natës, shpeshherë klientët kërkojnë profesora, ka mundësi të vazhdojmë ma gjatë, po mirë, nuk po i shpunë, Kështu që merrna kështu me punë. Sa libra brenda javës? Po të paktën një libër, pa tjetër një libër. Ka një herë mbartë edhe po i librit, për shembull ky libër që është forca e ndërdijes, kjo është një libër shumë, domethënë. Që duhet ta lexon, secili duhet ta lexon. Secili duhet. Ka një domethënë të jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme s'ka. Po mbi gjitha sot, jo kujdeseni për gjithë banorët e këtij fshati përreth. Po. Unë tregova që tash pensionimi, as pensionimi në fakt nuk po ju ndaj. Jo, nuk ndalem. Shumë raste ka edhe shoqja vazhdon me më punu në arsim, bashkëshortja. E dyta është, se para ndan nga jeta në vitin 2003, para 23 viteve, me 7 mars 2003, me 8 mars, dhe më thonë ditën e nonave, me 7 mars ditën e mësuesit të ndan nga jeta. Ani pse bëra përpjekje të jashtëzakonshme, e qova jashtë shtetit në Milano. Dhe atëherë ka qenë mjeku kryesor djali i Berlusconit, kryeministrit më gjatë Italisë. Dhe i apostrofoj, si mund për bazë, asë një analizë këtu. Gjitha i neglizhoj, i hudhi poshtë, dhe i bëri analizat për një javë gjitha. Dhe rezultoj që ka kancer, ju ka metastazu kancer në mushkënijën, melqinjën, gjitha. Po përse ka qenë një sfidë goxha e madhe për ju? Shumë e madhe, atëherë u shkëputa prej fëmijëve, dështë mu shkëput me pa tjetër, 2 muaj e gjysë.
Kishe nevojë për marrë vetëm... Nuk hekshin dorë ata. Ne do të punojmë, nëse sot është një jetë, do të punojmë me të qenë edhe nesër. Edhe atër më vike shumë marë me u largu për aty atin. Ani pse e disha, por fatë mirësisht që laj aty një mjek, italisht janë është e letë, e për të mësu për të muaj gjusë italishtën. Të tërën? Po, italishtën, me komuniku, shkëllqyshëm. Dhe një mjek i Tiranës aty i Shqipërisë, thash doktor, tha nuk ka dalë mirë, thash, s'ka dalë, s'ka me bo. Thash, po e kom një lutje, thash që ta bindni doktorin, thash që mos t'i tregoj për natyrën e smunjes që e ka. Thash, nëse dikush e mun një smuni, nuk e din thash që e ka kancer, nuk e din. Thash, kjo ka me mujtë atë smuna. Profesor ta del keqë, ta teki vajzën në mjekësi, atëherë e ishte e posta registru me vajza. Në mjekësi një konkurencë, në mjekësi të përgjithshme. Tash Dafina është drejtoreshësh në transfuzion gjakut, specialiste është, në Gjakov. Djalin e kam një ndër stomatologët më të mirë në Shqipëri. Një ndër më të mirët është. Nuk se ne ka të Vlorës, e ka në dy quna. Po se situatë mbi gjitha shumë e vështirë për juve. Po ka qenë shumë e vështirë. E vreni mungesën? Shumë, jashtë mose. Jashtë mose e vrej. Çfarë kuptuat në ato momente, në atë situatë? Pa t'ju thëmë të vërtetën aty, qyre, unë fati që kom lexu dhe është ajo ndërkundërshtime së vynë me u ligë shtu, miraj që nuk qëndrën ajo qëndresa. Jeta është e vështirë, ajo herqesh, herqan. Por ne duhet i bajnë balë me gjaktofësi. Jeta vazhdanë. Dhe djali mentori që është në Tiranë, atje është akomodum shumë mirë, kam rritë shumë. Tha babi ka jetë tash për ne, tash. Po, si mërë s'ka mërë djarë, tash unë do t'jam tash prendi dy fesht. Vetëm vajzën e madhe e kisha të posa martume. Erë në ka ceremonia, na vizitoj 3-4 herë, sa ishim atje. Edhe, thash, Adelina, babi, ik shko të burrit atje, thash. Kina e të qëndru mjaftë këtu. Tha, me një kusht, babi, thash, po cili është e kusht? Sa më shpejt tha mu martu, tha. Ti tha, na ke dhënë edhe në mësim, tha, nuk të këshidojmë me kanë mu martu e tjera. Thash, okej, thash, Adelina. Tha, edhe një tjetër, një porosi, du më të dhënë, në urënda, thash, cila është aja. Tha, ne na ke 5 fëmi, tha, edhe me ata që të martu është, duhet ta kesh një fëmi. E tash keni fëmi edhe me gruan e dytë? Po, me gruan e dytë. Sa vjeçar është fëmija? Tash në përfundim të temen e maturës, se ka fizikën, fizikante. Sa mirë. Dhe për juve jeta prap ka vazhdu njësoj? Natyrisht që jeta vazhdon. Jeta vardon, e trajtojnë si të kishin motër edhe të nanës vetë. Që është një raport shumë i mirë, po është raport i mirë, dhe tash gjanat kanë ndryshu, edhe vërtet unë isha atër 28 vjeqar, edhe natyrisht që ku i ndahet nga jeta bashkëshortja, edhe a i shkon shpejt e shpejt. Nëse nuk e zedhë që është, nëse se zedhë problemin, ajo më ka mungu të anë jetën, më ka mungu, mirë po, edhe shpesherë kësaj grusë që e kom 5 vite, i kom thonë për shumë, ma bjen atë lopat, vera, ne emën të grusë parë, edhe s'ka pas hatër mbetje, pëse, për arsye se 22 vite kom qenë jetë bashkërtorë me të. Ta shubon edhe 23 me këto, 22-23 me këtë. Kjo vajzë tash brikena që e kom për fizikë që është atje, e vetë mja vajzë me këtë grune e dytë, po e vetë me fëmi, ashtu edhe u mora vesh, para se me bisedu. Kjo e ka djallë në ojsa të bërlogin e të berat marën, berat bërshak. Nuk pojim ka politika, nëse të politika isha ndalë vishtë një gjo. Momentin që takova, më të regove që me Albinin pun të heq mirë jo. Shaj si ka pun të mirë me vetë vetën, nuk është mirë. Si po e shë Kosovën? Kosova. Situatën? Geopolitika edhe gjithësisht politika globale, nëse kem fatin
dhe Amerika nuk vazhdon kontinuitetin, se na falë Amerikës, Shqipëria është shtet. Edhe na po dihet, falë Amerikës, jemi këtu ku jemi. Për arsye se ish presidenti Bill Clinton, ai e ka marrë pëlqimin për Boris Jelcinit për me bombardu Serbinë. Natyrisht edhe ka dhënë. Situata shumë e ndërlikuar. Albin Kurti në thesë se vëstojnë mua. Absolutisht nuk e votoj. Pse? Por ati pse? Pse se e mur përkrahjen, e mur votën e 51.10%, dhe natyrisht që ato 66 vota që u konstituu parlamenti, me të njëjtat edhe qeveria, shumë keq me e mashtru Vjosën. Vjosa është sjellë si një nanë mirë me një fëmijë. Në raport metaforik po marë, kjo nana e kur të fëmija. Do më thonë, kur dikush jo dikush, po presidentja t'i riparon ato gabimet që asi, edhe ato duhet me përkra, ka qenë dashtë edhe Mërgja, Hasan Mërgja ka qenë, nuk jam rasist, po ka qenë një komuniteteve Roma Shkali Egjiptian, ka qenë deputet, nuk on jetaj, të kishë qenë president një mandat në këto situatat në cilët është bota, ka qenë dashtë me ja vazhdu kur me qenë se Trumpi me qenë se Trumpi i tha Vjosës. Një pëlqem ndaj presidentes, a? Keni, tjerë zakonshëm. Me qenë se e keni kujshin e kesta, nëse Serbia e bon të lashe, ma boni në telefon. Pse të pëlqen presidentja? Qka ke pate ajo të misioni soj? Të misioni soj e ka një aftësi, një zgjuarësi, një talent, një shkathësi, edhe në cilësinë e politikanës, edhe po vetë fakti, po shumë ka qenë në universitet atje në Amerikë, që ka legjeru, ka dhënë mësim, atra ajo a fletë shumë. Tregon një matuni. Ajo fletë shumë. Pastaj Aleksandr Vučićin, në gjdo takim, me vaftësi e Krasniqi që e marrë, në gjdo takim, e pështetke për murë. Për murë e pështetke. E shini si një grua të fuqishme, a? Jashtë zakonshme. Edhe ato shtetet që s'na kanë njoftë, i befasonte me fjalimin. Me zgjuarësinë e saj. Me zgjuarësinë, me shkathësinë, me talentin. Unë po du më ndale të diçka tjetër që në fakt me morë shumë mendjen. Unë e të regova që shumë fillim bisedës, keni përgjetur që pensionimin mos ta kaloni ndoshta si shumë pensioner tjerë, por këtë hapësirë këtu e keni vendosur pikërisht për banorët e kësaj ane. Edhe diçka që mbani shumë përshtypje është pikërisht kjo tryezë, në të cilin janë të vendosura disa informacione shumë të rëndësishme në fakt, a? Po pikërisht. A na trego pak se çka ka aty në atë tryezë, a mundemi pak me ditë? Po, se ishte sipërfaqja e Shqipërisë. Me pa tjetër. Ishte sipërfaqja e Shqipërisë, ishin disa mbishkrime mjaft interesante. Shumë gjëna Hajde, atë shohim se çka ka këto? Po, me siguri mund t'i vreni, mund t'i filmoni, mund t'i asi dhe... Shqiptarët në rajon? Po, sigurisht. Shqipëria, Greqia? Po. Macedonia? Në këto vise, numri shqiptarëve dhe edhe në përqindje edhe numër edhe... Një mbishkrim për Ismail Kadarim? Po. Sipërfaqja e Shqipërisë? Po, që i keni këto... Shumë informacione, a? Shumë informacione... Se keni vendosur këto informacione me i sjellë? Po, pikërisht klient vinë, ulen dhe të marrën këto njohuri. Kur ulet vjen disa herë, lexon, është kurrështar, disave ju pëlqen, i marrën ato. Pastaj është shumë rëndësi kjo, për shembull këtu. Është shumë rëndësi kjo. Kjo thonje këtu që është në vitin 1997 kanë qenë trazira të jashtëzakonshme në Shqipëri. Të jashtëzakonshme. Sa që ka rreziku me ardhë lufta civile. Dhe Shqipëria ishte në prag të një lufte civile në 97-ën. Greqia në atë kohë ka dërgu 1000 forca speciale elitare në jug të Shqipërisë me pretekstin për të mbrojtur komunitetin grek atje. Në fakt, ka pas si target
pikë qëllim për me aneksu jugun e Shqipërisë, Sarandën e Vlorën. Mirë po atëherë ka qenë kryeministre e Shqipërisë zonja Tansu Çiller. Dhe ajo me një herë i ka dhënë ultimatum, i ka dhënë Greqisë, thotë nëse për 24 orë nuk i tërhiq nimi forca speciale, thotë ne na kenë në Selanik. Selanik në kenë. Jo 24 orë, po 12 orë i ka tërhiq. Unë për shoh edhe fotografinë e Vjosës atje. Po natyrisht. E mbani me shumë dëshira? Me shumë dëshirë. Me shumë dëshirë, mo e mëriton. Unë po të mundale të ke pjesë këto. Po. Është po besoj për gjithë banorët e kësaj ane, është një prej pjesëve më të preferume, a? Po, është shumë e preferume. Sepse këto kalojnë shumë kohë. Shumë e preferume. Kjo e kom mërtu pak sallë biljardi dhe e konferencave. Këtu mbëhen edhe konferencat. Dhe do takimet cilat i keni në fshat? Jo të nivelit që është një numër. Se po dhe në 30 për shembull që vinë, kom pas këtu edhe me rastin e zgjedhjeve, domethënë parlamentare, që ishin 10 e radhës. Jenë mbledh banorët këtu, a? Vinë që në mbrëmje? Dhe shpesher vinë, dhe aty tash kur t'i boni mirë që e futi edhe Peshedeken, e futin... A e lojmë tash politikën pak? Jo, s'prish pun, nuk prish pun. E lojmë tash politikën? Mund të regove në fakt që pikërisht e këtu... Nëse nësë merë me politika, atër politika merë me... Sigurisht. Po me qenë se jemi këtu tek biljardoja, tek diçka pak më atraktive, të regove që për banorët e ke po një çmim simbolik? Shumë simbolik. Që mundën me ardhe dhe me lujt? Shumë simbolik, bile në zënës që janë të gjimnazit e të shkollave të mesme tjera, bile nëse i lunë 6 loj, 3 loj gratis, edhe me një herë. Sa është çmimi për një loj? 50 cent. 50 cent. Po besoj askund nuk mundën me gjetë këtë çmim, a? Çmim simbolik është. Çmim simbolik.